Kryeministri Edi Rama ka reaguar ndaj akuzave se zona e Porto Palermos në jug të vendit është privatizuar për ndërtimin e një kompleksi vilash duke u kufizuar aksesin qytetarëve. Në një replik të publikuar këtë të diel, kreu i qeverisë ka cilësuar këto pretendime si dezinformim publik dhe fabrikime nga persona që sipas tij synojnë të dëmtojnë imazhin e qeverisë. Rama shpjegoi se projektet e arkitektëve të huaj që shfaqen në librin The Albanian Files nuk janë domosdoshmërisht të miratuara nga shteti. Ai tha se Këshilli Kombëtar i Territorit ka refuzuar një sër kërkesash për ndërtim në atë zonë duke provuar sipas tij se institucioni nuk është thjesht një fasadë. Nuk kemi të bëjmë me një interpretim të mbrapsht. Një masterplani që mund të jetë real. Ka për shembull masterplane reale në librin Albanian Files, të cilin inkuizicioni i dështak zemrakëve të kores së zezë të protestës e ka kthyer në një akt akuze për mua. Për arkitektë huaj. 10 prej tyre janë nderuar me Nobelin e arkitekturës, Pritzker Prize. Këtu nderohen me një akt akuz. Janë masterplanet porositura nga subjekte private në troje private, të cilat arkitektët kanë zgjedhur t'i vendosin në dosjen e tyre në libër, në liri të plotë, dhe ka prej tyre masterplane që nuk janë pranuar nga Këshilli Kombëtar i Territorit, provë që Këshilli nuk është fasad, po është institucion serioz. Megjithatë, inkuizicioni i përdor këto si provat e akt akuzës për tradhtin time kombëtare, shitjen e dheut nga unë, gjithë zezat që dështak zemrakët mi faturojnë mua sepse duan ngushëllojnë veten për falimentimin e tyre në mediokritet. Por ky agitator i algoritmit e ka fabrikuar kryekput këtë shëmti. Pra ky e ka bërë vetë me ChatGPT. Shikojeni fytyrën tipike të dizinformatorëve të paguar të opinionit publik që e kanë humbur qysh në moshë të re pigmentin e skuqjes apo të zverdhjes. Dhe që zbatojnë qorrazi urdhrat e kujdo që i paguan mbi dhe nën dorë. Kryeministri u distancua nga akuzat se projekti i vilave do të realizohet duke u shprehur se agitatorët e algoritmit kanë përdorur mjete si inteligjenca artificiale për të fabrikuar skenar që nuk ekzistojnë. Në vend të ndërtimeve private, Rama tha se qeveria është në fazën përmbyllëse të një projekti për rehabilitimin e zonës me qëllim turistik. Në bashkëpunim me Ministrinë e Mbrojtjes dhe ato të Kulturës po punohet për rikthimin e repartit ushtarak në një destinacion të vizitueshëm përmes projektit të Muzeut të Luftës së Ftohtë brenda tunelit. Pasi kemi kthyer një sër kërkesash gjatë viteve për ndërtim në atë zonë, ku është bërë dhe një batërdi me titull pronësie të dhënë Kuturu në kohën e coptimit madh të pronës në Shqipëri, unë personalisht i kam kërkuar qeverisë të miratoj mbrojtjen e krejt gjirit Porto Palermos nga ndërtimet. Ne kemi shpallur atë gjë monument të natyrës. Ndërkohë që me Ministritë e Mbrojtjes dhe të Kulturës po mbyllim projektin e Muzeut të Luftës së Ftohtë tek tuneli, si dhe rehabilitimit për qëllime turistike të repartit bashkëngjitur. Jetojmë në një kohë shumë të vështirë për të vërtetën, por ky nuk është justifikim. Kjo është dhimbje. Dhimbje për aq shumë njerëz të mirë dhe të sinqertë që helmohen dhe mbyten në kanalet e dezinformimit. Po kjo është edhe një ndjesi faji, përgjegjësie, borxhi torturues ndaj tyre sepse unë nuk kam ditur të bëj dot sa duhet, nuk kam ditur ta bëj si duhet, për t'i mbajtur të informuar, për t'i parapërgatitur, për t'ju dhënë mundësinë që të kenë një farë imuniteti nga gjithë viruset e atyre kanaleve. Kjo është një ndër të shumta të replika që kreu i qeverisë ka zhvilluar kohët e fundit me qytetarët në platforma digjitale, në një përpjekje për të sqaruar politikat e zhvillimit urban dhe për t'u kundërvënë kritikave që shoqërojnë shpesh projektet e reja në Bregdet.